Është e premte dhe sonte është prajmi Big Brother Kosova VIP 4 ku të gjithë jemi me sy e vesh për të shikuar dhe për të dëgjuar ato momente që nuk janë transmetuar gjatë partit e ku nga ana tjetër në përditshmërinë e tyre banorët nuk gurojnë të flasin. Dolce tha që vllai i madh nuk do që ne të flasin për këtë. Klodit, vllai i madh i tha kujdes mikrofonit. Ludoli, i tha një banori, pra e gjithë situata që ka ndodhur në parti, post parti, që nuk ishe në transmetim live tek publiku, ka një lloj hezitimi të banorëve, pra ka një lloj kyçegoje për të mos folur për ato që ka ndodhur, por sot do të shikojmë se çfarë do të ofrojë produksioni, a do të jetë një transparencë maksimale apo do të jetë një transparencë me sekuenca dhe me mbështetje për secilin situatë. Për nga ana tjetër, ajo që i ka vënë në lëvizje banorët që po e flasin edhe me styre, është një lloj kutie pandore apo dhe fuqia që mund të ketë Limi, pasi ata nuk e dinë që ai sonde do t'i marri biletat e fatit 5 banorëve dhe ata supozojnë që fati apo e mira e kapitenit që ka Limi është se do të çojë në nominim 2-3 persona kokë më kokë dhe ata që po e diskutojnë më shumë midis vetet është Eliona, Londrimi dhe Klodi. Kjo jo pa arsye, pasi ka qenë vetë Limi ai që e ka hedhur si hipotezë, kështu si grep për të ngacmuar banorët e tjerë dhe nëse do të jemi realist, një nominim midis 2 apo 3 personave duhet në këtë pikë ku është loja për t'i dhënë një lloj dinamizmi të fortë se po përsëriten në tema, në debate, ende po merren ka pasur apo nuk ka pasur pëlqim romantik Alba ndaj Ludolis, e ky i fundit i cili është si një lloj motori. Edhe ky i fundit i cili është si një lloj motori që ndizet dhe nuk pushon, sa herë që e shikoj live, e shikoj vetëm duke diskutuar, duke folur, duke mburur veten dhe më shumë shumicën e kohëve duke ofenduar banorët, siç ishte edhe situata e fundit me Londrimin ku i ka thënë që ti je për Dubai, për të kërcyer atje, ti nuk ke talent si artist, si këngëtar, nuk do të kesh kurrë, mos të ndorosh shumë për të shkuar në Grammy. Dhe padyshim është një lloj zemër e zezë që Ludoli e ka shfaqur jo vetëm me Londrimin, por edhe me të tjerët se e ka këtë natyrën për t'i ulur, për t'i pështoruar, për t'i nënvlerësuar dhe për të rritur veten e tij. Por për çfarë njihet Ludoli si floktori i leshve që u end pas vipave për një foto, për çfarë njihet Ludoli? Nga ana tjetër, situata midis Albës, Limit dhe Dolces vijon ende të mbajtur mbërthyer publikun edhe në darkën e të nominuarve mbrëmjen e së njëjtës, nga pyetjet e publikut në thonjza siç u shpreh dhe Dolce, kujdes mikrofoni, mos fol më shumë. Një detaj më bëri përshtypje që Dolce tha unë do dal atëherë ku do dua unë, një vetbesim kaq i madh, një siguri që i vjen vetëm nga dhoma rrëfimit, se ndryshe nuk ka, se nga i vjen se të ishte në një format tjetër me gjithë ato fjalët dhe veprat që ka bërë Dolce, do të dilte me zarf të zi dhe do t'ju përjashtonte. Shikojmë se çfarë vendimi do të marrë vllai i madh për atë ngjitjen pas murit që ju shpreh Dolce Albës, por edhe për gjërat e tjera që kanë ndodhur në partin që nuk ishte transparent nga fundi. Sa kaq Alba vijon ende të mbështes Limin kur u shpreh se unë do të bëj fëmijë vetëm me atë. E kam thënë dhe do ta them, nëse e ka strategji loje, po ju çmend nervat banorëve dhe teleshikuesve, nëse ka realisht këtë lloj dashamirësie dhe këtë lloj kongulje dhe mbyllje jete vetëm me Limin, për mua nuk është okay. Por gjithsesi këto do ta shikojmë kur të mbaroj ky format, se si do të jetë rrugtimi i të dyve. Benitën e shikoj që nuk është në gjendjen e saj më të mirë, një fjalë ajo direkt shpërthen në lot, acarohet vërtet dhe për mua e ka humbur durimin, e ka humbur fillin e lojës dhe e ka humbur gjithçka. E duket sikur është jashtë realitetit të Big Brotherit dhe mund të ketë të njëjtin fat siç e kishte edhe Fjolla që doli me vetdëshirë nga shtëpia e Big Brotherit, edhe pse nuk shikoj do një lojë të Benitës në atë shtëpi për poste që kapet me Klodin, siç ishte dje, që direkt sa vajtoi u hodh në krah, si ku e ka ende dëshirën për të pasur një lloj flirti, edhe pse flitet që pas ka pasur një puthje, kjo mbetet për të parë sonde në prime, në materialin që do t'japi vllai i madh, edhe fjalët që i kanë thënë me njëri tjetrin kanë qenë shumë të ulta, ka qenë niveli më i ulët ku e kanë fenduar. Klodi ka thënë që ti do meshkujt vetëm për para, Benita e ka thënë që ti je që ti je një mashkull zero, ti je kështu,
ti ashtu e ndërkohë me njëri tjetrin ende flasin, përqafojnë dhe jo vetëm këta të dy, për edhe në ato shtëpi, ajo që mua më vjen çudi është në një moment që ata shajnë shumë keq e degenerojnë njëri tjetrin, i thojnë fjalët më të këqija, pra tregojnë një lloj që nuk kam vlerësim fare, e në një moment tjetër përqafojnë, flasin. Për mua, nëse do t'isha në ato shtëpi, do të baja qëndrim dhe nuk do të lëkundesha, edhe pse ju mund të justifikohen me lojën, pra tregojnë dhe në fund ditës karakterin e tyre. Debate ka në ato shtëpi, siç është Hygerta që ka me lëndrimi, që për mua janë një përplasje brezash. Hygerta është ajo që do të qëndroj me këmbë në tokë, që është më e sigurt, por që është shumë slow motion, që ka çdo gjë me ritëm, flemë gjumë, kurse lëndrimi është ai shpirti i lirë, adrenalina e pakufishme, ku edhe në mesnat ai jep spektakël, jep show me kërcimet, me këngët edhe me gestikulacionet, me memet që her pas here bën ato shtëpi, edhe nga ana tjetër të injorosh apo të nxisësh debate të pakuptimta për mua tregon që kemi ardhur në një pikë të lojës ku duhet një lloj freskimi, duhet një lloj lëvizje, pasi po bëhen përsëritës, po bëhen të bajatshëm dhe po kape nga tema në temë asgjë e re. Mungojnë loret në ato shtëpi, mungon një lloj strategjie nga vllai i madh për t'i dënuar disa në një dhomë izolimi, diku tjetër. Okej, ishte e mirë ajo që çoi atëherë Bian, lëndrimin dhe Labinot Rexhën që ndetën 24 orë në ambientin e rrugës, por duhet më shumë kreativitet, duhet më shumë që ta mbash edhe publikun të mbërthyer, jo vetëm me këtë teledramën e cila është aktuale, është ajo që shet, por duhet diçka ndryshe që ta japi edhe një push lojës Big Brother, se çfarë do të ndodhë, se kujt do t'ja heqi biletat Limi, biletat e Fatit, besoj që do t'ja heqi Treshit për Sheshit, Lëndrimit, Klodit dhe Elionës, mund t'ja heqi edhe besoj Ludolis, ndoshta dhe Labit. Kjo mbetet për tu parë se kujt do ta heqi, por më e mira është që të kishte në dorë një lloj kutie Pandore, një lloj nominimi midis 2 apo më saktë midis 3 personave, por që jenë të fortë, edhe nëse do t'i bëj ndonjë banori duhet të bëj lëvizje të zgjuar dhe jo lëvizje për të vënë ata që janë në gjumë në një televotim kokë më kokë. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situata në shtëpinë e Big Brother dhe më kryesore mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.